kryesisht e bëjmë veç me spec, ajvarin, normal, djegës edhe pa djegës, pak për shefit tunë edhe pak ju përshtatëm konsumatorëve. Ne kemi fillu pak ma shumë mu marrë me këtë lami prej kohës së pandemisë. Ajo na ka jap edhe një shtytje pak më të madhe, si gjithë tjerëve. Këto serat i kemi subvencion nga komuna, Mitrovic dhe rrethin gjithkohësisht në Kosovë, tokat janë të punueshme, mirë po duhet vetëm për të pas vullnet. Të dashur miq, përshëndetje për gjithë juve që keni ndakuar me qenë bashkë me neve, ndërkohë ne jemi në një fshat të bukur të qytetit të Mitrovicës, fiks pak kilometra para se me hi në Mitrovic, në fshatin Shupkovc. Do të realizojmë një intervistë me një zonjë shumë të veçantë, e që na ka prit shumë mirë, me rrosh, me molla e me tona të mirat, inxhiniere teknologjisë dhe ekonomisë, por që ka zgjedhur me humor edhe me disa kultura bujqësore. Është kjo Valbona Shala Nuli. Valbona, faleminderit që na pritët. Faleminderit edhe ju për interesimin, faleminderit që na zgjodhet për vizitë. Është shumë kënaqësi, me të thënë drejtën, sado që na lodhi pak rruga, kish pas Kogja Kolon, megjithatë një fshat i bukur, pamje tepër të mira. Po na dhimbën pak që kish qenë verës, sigurt i zhdok edhe ma bukur, po megjithatë edhe vjeshta i ka bukuritë e veta. Gjithsesi. Çka të ka shtyr prej inxhinierës, e prej një njeri që ka qenë shumë aktiv në jetën shoqërore, e përmendë që në kunje marrë edhe me gazetari, edhe me aktivitetet të ndryshme tjera, deri te ndihma që ja ke bërë Shtrisë Shqiptare të Kosovës me studentat e tjera, në fund me zgjedh me humor, me prodhimin e kulturave bujqësore. Anashta pse ka nis mund gjallë që kjo tokë e fshatit që the për një kohë ka qenë e vdekur, a çka të ka shtyr? Po janë disa arsye. E përmendet edhe ju, unë e du angazhimin, definitiv, e du jetën, edhe kam qef as një minutë mos me quhoq, e kena veç një jetë. Prandaj munduam çdo sekond jetës me shfrytzu maksimalisht. Duke qenë e angazhuar në pjesë të ndryshme, ndoshta nuk është keq me përmend kompaninë cilën punoj tash 20 vite, kompaninë private Bamex, cilën e falenderoj se është edhe një përkras, edhe një shtyt shumë i madh i imi. Tash disa vite unë merrem edhe me bujqësi, normalisht, me shtytjen edhe me përkrajen shumë të madhe edhe të bashkëshortit, sepse të dy punojmë edhe nga një punë tjetër, mirë po kohën e lirë, mirëmi me këtë aktivitet. E kemi nis fillimisht për veti, sepse ne i dim tregjet pa dashur me nënçmu askënd, mirë po prodhimi vendor është vendor. Prandaj jemi nis prej asaj, kemi pas dëshirë që fillimisht vetës edhe fëmijëve tanë me ju servu diçka nga duart tona. Pastaj jemi zgjeruar t'ju themi drejtën, sepse kërkesat për përkrahje dhe mbështetje kanë qenë jashtëzakonisht mira. Këtë vit bile kena pas kërkesa që ju kërkoj falje të gjithë atyre që nuk kemi pas mundësi t'ju dalim në realizim të kërkesave tyre. Mirë po, me aq sa kemi pas mundësi, jemi mundu të ofrojmë diçka të mirë për vetëm fillimisht, pastaj edhe për klientët, cilët i falenderojmë shumë. Po shohim çto të mbjellën speca, somburka. I keni edhe 2 sera, çka prodhoni përveç somburkave? Ne kemi fillu pak ma shumë mu marrë me këtë lami prej kohës së pandemisë. Ajo na ka jap edhe një shtytje pak më të madhe si gjithë tjerëve. Këto serat i kemi subvencion nga komuna. Do me thonë me përkrajen e komunës, ne kemi arrit të realizojmë pak a shumë edhe qëllimet tona edhe dëshirat tona për bujqësinë. Mirë po, me që kërkesat e klientëve ishin edhe më të mëdha, ne këtë vit, sepse është hera e parë që këtë pjesën dikun ndoshta 17 janë të mbjella jashtë, është kryesisht somborg, e kuqe dhe e bardhë, edhe kryesisht është djegës, sepse kërkesat e klientëve kanë qenë asim, nuk e di pse, po djegës. E ma ndë janë kohën për dhimbje të lukthit. Sakt. Mirë po, tu e pa që kemi kulturë mjaft, mund dalim edhe me produkte të tjera. Ne kemi fillu edhe tash 2 vite, 3 në fakt, kemi fillu edhe me përpunimin pak ma të madh të ajvarit shtëpiak, edhe të turshive të ndryshme. Mirë po, nuk e di pse, nuk është që jem
aq shumë të hapun, mirë po ndoshta pse na njohin edhe njerëzit më tepër, kemi pas Edhe vinë vetë kërkesa. Si unë që e bosh ajvarin, mu do këtepër i bukur, thash do të më shku gjithë qysh. Faleminderit shumë. Edhe për mua është shumë kënaqësi që më rrina me të njoftë. Faleminderit. Edhe më bani shumë përshtypje edhe për kundër angazhimeve shumë të mëdha, që mirësh prapë me bujqësi. Ka nis pak, e përmend edhe ti pandemin prej pandemisë, se këndej me u vedisu popullin për rëndësinë e produkteve vendore, po më nëse e vetë prodhimit të kulturave bujqësore, se në kohë si kur nisi me ra, kjo ta jep një kënaqësi të veçantë. Qysh po më rrinë, edhe pse punon në administrat, deri ora 4 më thejmë punë, unë tash në 4-5 vjetit e shtëpia, sa po është sfid, apo ta jep një kënaqësi? Realisht unë zgjohem shumë herët, një pjesë të punës e kryejnë mëngjes shumë herët, pastaj normalisht përgatitem, i shpërndaj fëmijë për shkollë, edhe shkojnë punë në administratën e kompanisë Bamex Mitrovic, punoj tash e gati 20 vite. Deri ora 4 jam aty, mandej shpejt, si të gjithë kthehem në shtëpi, edhe prap vazhdoj këtu ku kam mbet. Pas një punë të lodhshme, vetëm ata që punojnë administrat, e din sa mundet me qenë një punë e lodhshme, sepse është edhe një punë me përgjegjësi. Unë gjej kohë e më tepër, gjej relax për të dalë në kopshtin tonë dhe për të punu. Vikendet zakonisht jam këtu, e shtu në dile, mëngjes mbrëmje, mezi hym brenda për me hungër pak bukë, edhe vetëm jashtë. A angazhoni edhe punëtor, a vetëm rrini me i përfundu të gjitha? Deri tash kemi punu vetëm me bashkëshortin, kemi mbri disi, ndoshta kish pas nevojë edhe për ma tepër, mirë po ta shohim nëse planifikimet tona shkojnë mirë, atëherë besoj që për vitit tashëm duhet edhe pak mu zgjeru, po edhe ndoshta edhe me punëtor mu zgjeru, sepse kërkesat janë të mëdha, edhe unë jam jashtëzakonisht e kënaqur. Ja vlen, nëse dikush i ka 1 hektar tokë atje, edhe i ka mbet, ka vitia thojna batall, se priton me punu, ose punon dikun për një pak minimale, ndërkohë mundet me janë nxjerr vetit e gjithë familjes ndoshta ka një rrogë me këtë prodhimtari. Fillimisht kisha mujtë me thonë që është profitabile për shëndetin e para, e mandej janë edhe përfitimet e tjera, pavarësisht se me çfarë kulture fillon, unë jam shumë e bindur, ndoshta pse jam pak ma tepër se që duhet me vullnet, mirë po unë shumë besoj që ai që e merr me angazhim, ai që e merr punën me sinqeritet, besoj edhe që mrin me pas rezultatin e jashtëzakonshëm. Mitrovic dhe rrethin gjithkohëse në Kosovë, tokat janë të punueshme, mirë po duhet vetëm për të pas vullnet edhe me vazhdu. Që krejt kjo pamje sa do që është vysh, këtë është e vjesht, megjithatë po ta jep një lloj kënaqësie, ndoshta pse kom lindë dhe jam rrit në fshat e shoh me një sy ndryshe, po prapse e ka atë kënaqësinë e vet natyra. Valbon, pse bash emrin Oda? Është pak interesant, unë i kam 3 fëmijë, është Diellona, është Ajna edhe Omeri, dhe kombinimin e këtyre 3 shkronjave nuk kisha me çka me kombinu. Mandej më dul një emër interesant edhe tradicional, me që edhe prodhimet tona janë edhe tradicionale edhe vendore. Kështu që vendosëm me vënu emrin Oda. Edhe prap shkronjës djalit i ke dhënë përparësi si ke shqiptar, Omer. Jo, besom që jam mundu me gjetë një kombinim interesant, po diçka... Sigur s'ke mujt me bot da, ose ish dalë që sërbeshtet kishin sot mu kështë prap ma mirë Oda. A tu ka boj mirë? A mujna me qelë? Provoje. Tash këta që janë të mbyllën hermetikisht është problem, pak pa... Jo, në pa hungra i varë nuk e kom jetë mu qua, ma. Se qyshe qeli nuk e di veç. O, që fa në gjyre. Ashtë si procedure mundemshme? Normalisht që është pak procedure lodhët edhe mundimshme, po kur punën e bën me kënaqësi edhe me qejf thjesht, atëherë gjitha harrohen. Lodhja gjithë ditës, kur rezulton bukur, atëherë harrohen të gjitha. Me çfarë përbërës përveç specit për bën, se po mdokët? E ka një ngjyrë tepër të bukur. Kjo është vetëm spec. Do me thonë, kur fashtesa tjera nuk i qesim, kryesisht e bujmë veç me spec, ajvarin veç me spec,
Mirë po, normal, djegsa dhe pa djegsa, atëherë më varet gjithsesi. Ngjyra tepër e bukur, po shpresoj që edhe shija. Mi kursy shikus tak, po nuk është e pamundur, edhe me dasht qoftë me porosit ajvar, qoftë me u përvjel me bo vetë. Bismillah. Mos më sulmojnë tani me thonë valla që a djegsa? A i ki të dy llojet? Shumicën e bujmë djegs, pak për shefit tunë edhe pak ju përshtatëm ma tepër konsumatorëve. A është kjo edhe rezultati fakti që je ekonomiste edhe kur është djegs shkon ma pak? Kur është në pyetje me hongër, po m'doket ekonomia bjen poshtë. A më të lumshin durët se tepër pas ka dali mirë. Prej somborkave që... Po, somborkat edhe specat e kuq të ajvarit që kombinim po. Mirë po kryesisht është vetëm spec, normal, falë punës paladhshme edhe të bashkëshortit edhe për krahas tij, sepse është e pamundur vetëm një njeri me i mbrit gjitha. Shije që të kthen në shtëpi. Kogja si tendencioze kjo farthënie. Po shiqan, nuk do të thotë në shtëpi, veç në shtëpi mu kthy. Unë ndoshta jam pak ma lokaliste, kur them në shtëpi, shtëpi nuk e cilësoj vetëm timën, por Mitrovicasve, por gjithsesi edhe Kosovën. Edhe ndoshta këtu kanë qenë mos bëhemi edhe shumë tepërt, ndoshta arsyet pse kemi vendos pak ma tepër mu marrë edhe me kulturën bujqësore, thjesht edhe fëmijët për me josh të urrit me pa që edhe në Kosovë është mirë, sepse ne jemi edhe dëshmitar të ngjarjeve dhe ditëve të sodit që shumica atrive mendojnë veç pak shkollë dhe me ikë prej Kosovës, kështu që ne kem dëshirë që gjithçka çka bëhet mu mundu me i kthy, me i mbajt thjesht fëmijët tonë dhe me i kthy të tjerët. Prej mas luftës e këndej, afer 500.000 shqiptar e kishin çu Kosovën. Sipas statistikave, kjo është e dhimbshme me të vërtetë. Është me të vërtetë e dhimbshme. Unë ma tepër lidhem në këtë aspekt në numrin e nxënësve nëpër shkolla, krahasu prej vitit në vit, secilën herë numri bie, prandaj kjo është jashtëzakonisht e dhimbshme. Do të secila familje me bëhet diçka për me i ndalë fëmijët mundësi afër ka. vetes. Kosova është e pasur me gjithçka, prandaj ja vlen të investohet edhe të punohet në Kosovë. Faqen nuk kem, gjithçka shkon përmes emrit personal tonë. Përveç ajvarit, trangujve ose kastravecave, edhe këta specat kush lloj Specat tjetër? gjatë, po Specat është speci djegës i gjatë. E domate, turshie, kështu diçka? Po, mirë po të gjitha ato që i kemi përgadit, thjesht kanë qenë për porosi, ato i kemi dërgu në për vendet ku kanë kërkuar, ndërsa kanë thënë plesnarit gjithë punët e tjerëve i plesnon në të vetat lugë, prandaj për veten ende nuk S'kem rrimi përfundu. nuk kemi Anin këtë mbrit. vikend. Shpresojmë që këtë vikend Çfarë lloji dardhës është kjo? dardhë gjatë vjeshtore i thonë. Sipas që ka Po është shumë e mirë, por tash Për ndryshe që është kjo është pak i fshati fortë. qershive për më duke, se derisa unë shumë të poshtë, 3-4 lloje qershive i pam. ju ftojmë pranverë, në Kismet. verë, në kohën e qershijave. Valbona më kara me intervistu shumë njerëz, që sa ku, do më thonë, prej karierës si gazetare. Në anën tjetër, prej natyrës, që jam shkogja e shoqnushme dhe kom shoqninë për shumë qytetet të Kosovës. Po prej njerëzve që nuk i kom njoft, edhe me pas një komunikim shumë shoqëror me të parën, me juve ke diçka shumë interesant. Se kur thash po vi për ajvar edhe më thash po me xhiru edhe me morë një tekëll ka shtëpia. Është interesant, prapë po Është kalojmë atë natyra pjesën jotja? lokale. Mitrovicalit në përgjithësi njihen si mikpric. Unë për veten personalisht jam shumë e shoqënuar dhe kam miq nga gjithë Kosova. Me vite mbaj linja me ekipe, me grupe të ndryshme, varësisht edhe nga puna të cilën e kemi bërë. Edhe fatmirësisht kam shoqëri nga gjithë Kosova, ndoshta pak edhe pi natyrës, por edhe është tradicionale, është mikpritja, është traditën, kulturën e secilës shtëpi shqiptare besoj. Fiks, po Mitrovicën, krejt vendet e Kosovës e kemi shumë për zemre, si qytet. Kështu që edhe njerëzit janë tepër të mirë,
edhe qyteti si qytet na i kryen një ndjeshmëri sa emocionale për atë dashuri, që edhe të ndjeshme, po që unë jam shumë e gëzueshme që pata mundësinë edhe me ardhur në Mitrovica dhe me realizu intervistë, edhe me provu ajvar edhe me marrë një tegëll ajvar. Kështu që Valbon, të falenderoj shumë, për mu ke shumë kënaqësi. Faleminderit dhe juve shumë që keni gjetë kohë dhe keni ardhur tek ne. Unë juftoj të dilni më shpesh në Mitrovic, ka dhe të tjerë që punojnë, ka edhe gratë të tjera që janë shumë të vyshme, shumë punëtore, edhe juftoj që me që e keni këtë rrugë, çdo kund nëpër Kosovë t'i japim hapësirë, sepse fundja është e jona. Është diçka që ja vlen me promovu gjana që me të vërtet kanë vlerë. Fundja që kjo është edhe qëllimi i mediave, kismetna do të vazhdojmë me kontribu, po besoj që në një formë të mirë për gjithë shikuesit e Radio-Televizionit Liria. Ndërkohë të dashur shikues, ju falenderoj edhe një herë për kohën që ndat me qenë bashkë me neve, po shpresoj që do të takohemi në një historie tjetër së shpejti.